me makarona, salcë të veçantë, me ca qofte sipër, është një gatim shumë i mirë për të gjitha mosha. Kam vënë ujin, pak vaj. Ja, vojnë. Tashti mori val uji, gjithmonë pa mor val, mos hudhni krypën se vjen siera jodio. Të makarona, edhe do t'i lej rreth çerekore, 20 minuta. Do merrem me përgatitjen e qofteve, janë pak qofte të veçanta, nuk pranojnë shumë erëza. Në fillim i hudh pak kryp, rreth gjysmë lugë kafje të vogël, një lugë merigon, pak piper të zi, jo ta teprosh, një filxhan të vogël, filxhan kafje me galet ose buk e blume, gjysmë filxhani me qumësht. Qumësht të ftohtë gjithë. Një thelpi të vogël hurdhe. Unë i hedh shumë pak, jam shumë e kufizume. Sa përshije, gjysmë tufe me majdanos. Dhe vezën gjithmonë do t'ja hedhim të rrafme, jo vezë kështu. Po do punohem pak, një 5 minuta, që të lidhet mirë qoftja. Ashtu i muloj. 10 minuta kanë hëngër nga koha, po duhem pa tjetër që të përzihen, mos njitim poshtë si top. Mbaroj dhe koha e zirjes makaronës, e largoj, e kaloj në një kullis. Nga uji i makaronës, heq një filxhan se më duhet për punën e salcës. Makaronat i shplaj gjithmonë me ujë të ngrohtë. Ndez vatrën, i kam hudh pak, kisha harru një lugë e gjysmë, gjelle, të ri me djathi, djath kaçkavalla, djath të bardhë, si të dëshironi, ajo i jep shumë shije, dhe ja hodha në kohën që i lash gjysmore për ardhjen e brumit të qofteve. Prandaj duken dhe këto të bardhë, e lag edhe pak dorën time, këto do hidhen në yndyrë të nxehtë. Vaj të pastër, po gjithmonë në një ftere, se bën salcën më të mirë. Një filxhan me qep të grime. E ul tashi, qepën që të bëhet shumë avaz. Një thelp hurth, kështu siç është, dhe do ta largoj sa për aromën të voji. Tu kam ngrit 2 domate. Edhe një tubet domate që përdor unë gjithmonë në kuzhinën time, se kam përforcuar pak. Dor bustinat që, ja kjo duhet një lugë kush është me diabet jo. Pak piper të zi, për shije. Edhe një filxhan me lëngun e makaronës që e kullum. Gjithë do ta ul fare, si puna e pilafit, në një flak shumë të avashët. Edhe një knorr, ulja që aty ndodhet në frigorifer, perimesh. Gjithsesi e duhet pak për përgatitjen e salcës, që t'i japi shije. Dhe pak piperin e zi. Për shije. Ashtu do t'i mulojmë pak sipër, të zi dhe qepa. Ashtu mbas çerekore, unë do hedh qoftet në këtë salcë. Ju bën 15 minuta, se duhet të zinë dhe të marinohen me lëngun që përgatitëm më përpara. Ky ishte edhe gatimi im për sot, t'i bën dhe dora është akoma më e shijshme. Na bëft mirë dhe me.